Jam para deponis në Sfërk, aty ku ta shukon e bllokuar rruga. Shikoni që është gjendja, katastrofa, zotë. Qërë ku janë, që kjo është gjendja për momentin, kamionet e ka nisë punu, dhe sa shukon e bllokume. Për me mujtë me kuptu... O, kuku. Se është pak e pa mund dërmera për tu prej qëtuit, po ajo që po dim, dhe sa është që kjo është deponia, qërë ku ka marrë zjarën atë. Edhe ta për na ingjizojnë neve, punë të mbarë. E së fejeri kom pishtuit, së shumë, katastrofë. Ingjizojnë a mashtanin a i dika. Qysh për sheni, gjendja, se nuk e di nëse ka pas në video ma herët. Kjo është gjendja e mbretërinë për momentin, pas ditës së 4 ose 5 që është tu djeg. Prej këtij vendi ku jam unë tashti nuk njihet në farë erë shumë e madhe, ama po njihet berge, atje ishte era e të mërshme. Që është rejtë të tregoja pak? Hajde shkojna, të shyrën e panesim të banor, dhe ta tregojnë se çfarë marrëveshje kanë arrit me komunën edhe me kompaninë. Me mu është e vesh Abani, banor e Sfërkës, apo? E fshatit Sfërk, edhe janë prej protestuesve që kanë qenë. Unë në mrita pak vonë, çka morët vesh pse u kry protesta? Na shku të kryetari i komunës, kena fol me to, marrëveshja është ku është nën të udhëz deponia atje, mos me qit dëmbasi mbretërinë më. Edhe me qit një lokacion tjetër, përkohësisht. Edhe 4 komuna tjera, Deçani, Istogu, Joniku, edhe Klina mos më sjell mbretërinë aty. Edhe me vitin tjetër, në mars vitit tjetër mu fillu deponia re me standarde evropiane. Po, me sjellë të kryetarit. Po, çet fjali unë kur e këshyra në internet e gjeta aty konja 15 herë i shpërmend që kjo. Deponia me standarde evropiane prej 2006-s. Jo, sot që e ka thënë sot. Vedi. Po ti i banor që to, domethënë që ky premtim unë ti garant e keni shpesh ato, të do thonë për sa. Tash çka të bën ty me besu tash që kanë ndryshuar? Unë nuk besoj aty as 5% që mund të mbajë, po na kon të interesum për me nali herë zjarrin. Që kjo është tymi. Se na që 27 vite ose 35 vite, se kjo para luftës është. I me kemirin edhe tymi jo, se tymi nuk ka, tymi ju kon vjetë, ka pas 3 muaj e diçka, 3 muaj e gjys, për i shtatorit, afër dhetorit, s'kan mujt me nxje kanal. Edhe tashti u dhejz për 2 herë. Kjo 2 herë në masa më të mëdha. E tymi sot nuk po shihet kur gjë, janë tymi shkon se e bën era, sot nuk u pa as qyteti i pesë, jo sot po për çdo ditë e ki çet me tym. Edhe deponia që po shenim rreth meje, ajo që po kallet thashë, edhe s'është punë me u ndal. Nëse e kuptoni mirë kronologjinë se çysh u arpuna deri këto, keni më çudit. Që kjo u ndërtu në vitin 2001 për italianëve. Edhe italianët e kanë ndërtu këtë deponi me idenë që me jetu e veç 5 vjet, jo më shumë. Prej 2006-s e deri në 2026-ën. Qeveria e Kosovës edhe komuna e Pejës kanë bërë lojë ping-pongu me projekte të ndryshme, por kryesorja është që nuk e kanë ndërtu deponinë. Deponia, për shkak të këtyre problemeve, tashti është tu djeg, edhe nëse s'është e din çysh mund me e bë. E vetëm mënyrë për me bë këto është për me gjuhë dhej. Tash te kamionat janë të bashkë të san. Kena me shku me këshyrë, çysh për mund me